Në konferencën në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Luiz Elli t'ju bën një tjetër pyetje që lidhet me spektaklin nëmër 2. Ai u pyet nëse këtë edicion i duhet një si Efi Dhedhes pasi kishte aleate në lojën që bëri aso kohë. Këtë herë ti e pa Kiarën këtu, ose do të jesh edhe pa Efin, tani mendo, mes Efit dhe Kiarës këtu në lojë, mendon që do të duhet një Ef apo një Kiarë? Kiarë sigurisht që jo, po një Ef të duhet, ishte pyetja që u drejtua fituesit të spektaklit nëmër 2. Me gjithë respektin që kam për të dy ish konkurrentet, unë se kuptoj se përse e silli muhabetin për ato që kanë kaluar. Gjithsesi, pse me krahasu veten me ish konkurrent u shpreh ai. Tuti Luiz Elli theksoi, ka mbaruar loja ime, që në spektaklin që kam bërë, ndonë se ata nuk janë në dieni, artisti shkodran trazoi shtëpin me hyrjen e tij. Futja në këtë format i ka befasuar banorët duke menduar se Luizi do të jetë konkurrenti vërtet. Nga ana tjetër na do të rikujtojmë se Luiz Elli dhe Artan Kola janë një banor i vetëm.